Këto janë pamjet ku 52 vjeçari Ardian Fetiu kërcënon se do të hidhet nga kati 5 i apartamentit të tij në zonën e shkollës së baletit në kryeqytet. Për afro 30 minuta Fetiu ka kërcënuar se do të hidhej, teksa shkak për ngjarjen sipas policisë dyshohet të jetë gjendja e rëndë psikologjike e tij. Fillimisht për ngjarjen është njoftuar policia, ku Ardian Fetiu nuk pranonte të hapte derën familjarëve e më pas kërcënonte nga balkoni për t'u hedhur. Është dashur ndërhyrja e shërbimit zjarfikës për të hyrë në banesë nga taraca e pallatit, më pas për të neutralizuar situatën. Për një report, shefi i parandalimeve të rreziqeve në shërbimin zjarfikës, Arjan Hametaj, deklaron se pas neutralizimit të situatës, Fetiu është nën kontrollin e policisë. Me marrjen e njoftimit nga salla operative, shërbimi jon u vun në gatishmëri dhe erdhëm për 4 minuta kemi qenë në vendngjarje, në bashkëpunim me forcat e policisë, morëm masa duke u futur nga taraca sepse qytetari ishte domethënë i pamundur nga ana mendore. Ne morëm masat në bashkëpunim me policinë dhe ja arritëm qëllimit. Është situata normalizuar? Është normalizuar, tani personi është në mbikëqyrjen e policisë. Në vendngjarje mbriti dhe shërbimi urgjencës për dhënien e ndihmës mjekësore ndaj Ardian Fetiut, ndërsa blut e komisariatit nr. 1 në Tiranë ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve që çuan të moshuarin të ndërmerrte këtë akt.